Flasim pak për median, që ti e ke themeluar, e drejton, më se në të vënd, si është të jesh drejtuesi i një media? Është kompetitive apo jo? Nuk është dhe e lehtë në shumë aspekte. Është shumë qef. Të shijon? Shumë. Pra, përveç se ti je një drejtues i saj, më duket sigur je edhe një gazetar, futesh edhe në rolin e gazetar, pra të shijon në disa dimensione. Kam qenë shumë pak, jam tani më shumë edhe më shijon më shumë. E shikon një biznes që ja vlen ta vazhdosh në të ardhmen, pra shikon që media po ndryshon pak? Gjykoj që ja vlen, po, ta vazhdoj. Po ndërkohë, gjithë kjo vëmendje, gjithë ky diskutim, të qenurit në dritën e projektorëve, më duket sikur të shijon pak brenda vetes. Më shijon, po. Dhe beson që kjo mund të kthehet në diçka ndryshe në të ardhmen? Jam i qartë që mund të kthehet. Se përsëri jemi në një situatë lëmshme në mënyrën si lexohet. Unë po të tregoj sinqert, them si e shoh. Patjetër. Po jam shumë i sigurt që edhe në qarkun e ngushtë të njerëzve për me, le të themi ata 10-15 njerëz që bashkëpunojnë më shumë, leximi nuk është i njëjti dhe nuk është ky imi, kështu që jam okay me mendimet që kanë si publiku nga larg që nuk na njeh, ata që na shohin TikTok, Instagram, rrjetet sociale të ndryshme. Unë po të them mendimin tim. Mua më shijon shumë dhe kaq. Ende është e vërtet media në kohët e sotme? Nuk po flas për median tënde, flas në tërësi. Po kur ka qenë e vërtet? Kur ka qenë e vërtet? Në të sensin që e shtron ti pyetjen. Pra, ka ndryshuar qasja romantike prej kohësh. Jo, nuk mendoj. Media është në themel është një biznes. Padyshim, gazetarët mund të diferencoshin në këtë këndvështrim. Pra ke gazetarë historik të ndryshëm në tërë qytetet e botës që janë dedikuar me pasion, mund të quhet në kërkimin dhe së të vërtetës. Po nuk besoj se ka ndonjë që ka shkruar vetëm vërtetën. Qoftë për fakte profesionale, pra për gabime që mund të bëhen të rastet e shkrimeve më teknike, qoftë për mangësi informacioni. Kështu që cila është e vërteta? Ishte pyetja iniciale nëse ta kthehen në spektrin filozofik. E vërtet, unë do ta diferencoja tek piknisja, pra kur ti tenton të jesh të paktën dhe leje pastaj sa del të jesh. Edhe në këtë optik gjykoj që sot media nuk është e vërtet, nëse termi ishte për formën 100% absolute. Si këtu si jashtë. Sidomos në rastin e zotit Trump në Amerikë të dyja zgjedhjet e tija, si president po dhe kur humbi, u pa qartë një polarizim pothuajse ekstrem i shumë media, po me efekte deri në Evropë. Ai komentoi temase në formë partizane edhe në mediat europiane. Dhe ku ishte këtu e vërteta? Janë aktorë të tregut, kanë të drejtën për dhënë opinione, kanë licencën e themi, megjithëse sot s'duhet shumë ndajon në rrjetet sociale dhe duan të influencojnë të tërë opinionin publik aq sa mundën. Nuk është e vërteta objekti i saj. Degrada fort kjo. Po kjo është e vërteta, do të thënë sa radhë. Jetë të paktën pronar drejtues media që mos gabojmë tani po rrin televizion apo jo. Po fizikisht po flasim. Fizikisht po. Se mëndërisht. Përse kjo zgjedhje? Zgjedhje idiote ndodhi në fund janarit e kaq, nuk ose ka ndonjë qëllim nga pas apo në filozofi. Është praktike për mua dhe pse jo. Pra e shikoj që ndihesh mirë në median tënde, po, ndihem shumë mirë. Gazetarët janë komod apo jo? Ti kesh miq. Do të pyetesh ata për pjesën sa janë komod ata, shpresoj fort që po. Mendoj që ose të paktën mund të kem parë disa reagime e pastaj me duke si perceptime ndoshta edhe në mosbezisje të parit paksa çuditshëm. Po pjesa e madhe mendoja që janë shumë komod, nuk janë influencuar fare. E ardhmja si e shikon të ardhmen? Pra në muajt, në javët në vijim, do vazhdoj kjo betejë e jotja? Thash dhe më parë, do doja të mbahunte sa më shpejt. Kjo pjesa strikte e historisë, gjysmë personale, gjysmë të akshit, zotit Agasit dhe bastave. Kam frikë që nuk ka për ndodhur, sepse nëse leximi im është i saktë, pjesën e bastave do vazhdoj edhe gjatë.